بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقا وتوفيقا يا رب العالمين. Me emrin e Allahut të falenderojmë, atij lutemi të na ruaj prej skeqjes së veteve dhe veprave tona, cilin ndoshta ai e udhëzon nuk ka kusht ta devijoj, e kushdo që devijon nuk ka kusht ta udhëzoj as kusht tjetër përveç tij xhella xhelalu. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç tij dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i tij. Paqja, mëshira, mirësitë dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi çdo besimtar që e ndjek dhe pason rrugën e tij deri në ditën e fundit. Allahut i lutemi të na jap dije të dobishme, të na jap sukses, të na jap udhëzim, të na jap devotshmëri, të na jap përfundim të mirë në këtë botë. Amin. Vazhdojmë në mësimin e akides, në fjalën e autorit, Allahu mëshiroft, kur thot: "Wa anna Allaha tabaraka wa ta'ala yaji'u yawm al-qiyamati wal malaku saffan saffa li'ardi al-umami wa hisabiha wa 'uqubatiha wa thawabiha." وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ويؤتون صحائفهم بأعمالهم فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. Thot autori, Allahu mëshiroft, se Allahu subhanahu wa ta'ala do të vi ditën e kiametit dhe me lajket do t'jenë safe për të nxjerrën pa veprat e umeteve, për t'i marrë llogari, pra për t'i llogaritur dhe nëpërmjet tyre për t'i dënuar ose për t'i shpërblyer. Dhe thot vendosen peshoret për të peshuar veprat e robërve. Ai i cili peshon peshorja e tij pra me vepra të mira, ai është i shpëtuar, thot. Dhe sillen regjistrat e punëve të tyre. Ai i cili libri i tij jepet nga e djathta do të merret në llogari të lehtë, ndërsa ai i cili regjistrin ose librin e tij e merr mbrapa shpine, ato janë ata të cilët, thot autori, do të hidhen në zjarr. Në të fjalë të autorit, Allahu mëshiroft, kemi disa çështje. Çështja e parë, se Allahu subhanahu wa ta'ala vjen, dhe kjo është një cilësi prej cilësive veprore të Allahut subhanahu wa ta'ala, të cilën ai e vepron kur të doj. Pra Allahu është i cilësuar me ardhje, pra se ai vjen dhe ka për të ardhur ditën e kiametit, pra për gjykuar midis njerëzve, për të gjykuar pra edhe njerëzit në veprat e tyre. Ka për të ardhur Allahu dhe do të afrohet Allahu subhanahu wa ta'ala me një afrim i cili i përshtatet madhështisë së tij xhelle fi ula. Në moment që flasim për ardhjen e tij xhelle xhelalu, është e njëjta gjë sikur se flasim për të gjitha cilësitë e tij xhelle xhelalu. Pra Allahu subhanahu wa taala vjen ashtu siç i përshtatet madhështisë së tij xhelle fi ula, pa i bër shpjegim ose përngjasim ose interpretim ose mohim. Pra ne e pohojmë sikur se na ka ardhur në Kur'an që thot: "Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa", dhe vjen
Allahu dhe me lajket do t'jenë safe. Themi për këtë cilësitë Allahut është ashtu siç i përshtatet madhështisë së tij, pa u futur duke interpretuar ose duke e shpjeguar pra se si është kjo ardhje, pasi ne nuk e dimë. Gjithashtu nuk e përngjasojmë dhe as nuk ja mohojmë këtë cilësi Allahut xhelle xhelalu. Thotë Ibn Kathiri në tefsirin e këtij ajetit, pra vjen Allahu për të gjykuar krijesat, robërit e tij, dhe kjo mbasi ndërmjetësojnë njerëzit tek profeti alayhi salatu wassalam, i cili është krijesa më e mirë prej bijve të Ademit alayhi salam. Kështu që Allahu subhanahu wa taala vjen për të gjykuar krijesat dhe melajket vinë përpara Allahu subhanahu wa taala, do të jenë safe. Ata cilët do të kërkohet prej tyre ndërmjetësimi janë ulul azmi min ar-rusul, pra që janë Nuhu, Ibrahimi, Musai, Isai, e në fund profeti Muhammed alayhi salatu wassalam, i cili do të pranohet prej tij ky ndërmjetësim dhe do të fillojë Allahu subhanahu wa taala gjykimin e krijesave. Pasi para se të ndërmjetësonte profeti alayhi salatu wassalam, krijesat do të jenë duke pritur në tokën e mahsherit, në tokën e ditës së kiametit. Në moment që profeti alayhi salatu wassalam ndërmjetëson, Allahu nëpërmjet ndërmjetësimit të tij vazhdon gjykimin. Çështja e dytë në fjalën e autorit, Allahu mëshiroft, është se do të shfaqen veprat e robërve dhe Allahu subhanahu wa taala ka për t'i marrë në llogari sipas veprave të tyre. Pra do të llogarisi veprat e tyre. Thot Allahu: "Wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra." Dhe do të shfaqeni, pra edhe njerëzit vetë do të shfaqeni para Zotit tuaj ose tek Zoti juaj. Safe, thot, siç domethënë na keni ardhur, thot Allahu, siç ju kemi krijuar për herë të parë. Pasi i kanë nxjerrë Allahu subhanahu wa taala nga kurrizi i Ademit të gjithë krijesat, në këtë mënyrë, thot Allahu, na keni ardhur sikur se ju kemi krijuar herën e parë, safe. Thot profeti alayhi salatu wassalam: "Men husiba udhib." Ai i cili do të merret në llogari, ai do të dënohet. Dhe i thot Aisha radhiyallahu anha: "A nuk thot Allahu subhanahu wa taala: fasawfa yuhasabu hisaban yasira?" Pra për ata të cilët e marrin librin nga e djathta, do të gjykohen me një gjykim të lehtë. I thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Inma dhalika al-ard." Pra kjo është për ata të cilët do të shfaqen para Allahut subhanahu wa taala. Do të shfaqen veprat e tyre. Mirë po, ai i cili do të menuqish el hisab, do t'i diskutohet llogaria e tij, do të merret në llogari pra të hollësishme, jehlik, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, pra do të jetë i shkatruar. Pra profeti alayhi salatu wassalam i tregon nënës besimtarve Aishës radhiyallahu anha se do të ketë njerëz të cilët Allahu xhalla fi ula ka për ja shfaqë atyre disa vepra. Edhe kjo do të jetë thjesht një formë shortimi për ta, edhe pastaj Allahu subhanahu wa taala ka për t'ia falë atyre këto gabimet vogla. Ndërsa të tjerë Allahu subhanahu wa taala do t'i marrë në llogari, do t'ia tregoj veprat e tyre me hollësi, me detaj, e më pas kjo lloj marrje në llogari ka për ta çuar njeriu në dënim. Ndërsa i pari
Allahu subhanahu wa taala në këtë lloj forme i tregon edhe mëshirën dhe mirësinë e tij xhelle fi ula, që tregon ndaj robit me veprat dhe me mangësitë që njeriu ka, pasi çdo njeri ka mangësi, Allahu e fal dhe ja anashkalon ato gabime. Çështja e tretë në fjalën e autorit: veprat e njerëzve do të numërohen ose do të specifikohen dhe pastaj do të llogariten dhe do të peshohen. Ai i cili peshorja e tij peshon me vepra të mira ka shpëtuar, ndërsa ai i cili peshorja e tij nuk ka nuk peshon, pra ai është shkatruar. Thot Allahu: wal waznu yawma idhin al haqq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun. Peshorja të ditë, thot Allahu subhanahu wa taala, është hak. Ai i cili peshorja e tij rëndon, ai do të jetë i shpëtuar, ndërsa ai i cili peshorja e tij do të jetë e lehtë, pra nuk do të peshojë, ai ka shkatruar veten e tij për atë që ka mohuar prej ajeteve të Allahut subhanahu wa taala, ose që ka bërë padrejtësi vetes tij në ajetet e Allahut xhelle fi ula. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: at-tahuru shatru al-iman walhamdulillahi tamla'u al-mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'an aw tamla'u ma bayna as-samawati wal-ard. Sigur se ka thënë: kelimatani habibatani ila ar-rahmani khafifatani ala al-lisani thaqilatani fi al-mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Thot profeti alayhi salatu wassalam: pastërtia është shtylla e imanit, dhe elhamdulillah, fjala elhamdulillah e mbush peshoren, dhe subhanallah dhe elhamdulillah e mbushin, më thon, aq sa ka distancë midis qiejve dhe tokës. Sikur se thot, ka dy fjalë, thot sallallahu alaihi wasallam, që janë shumë të dashura tek Rahmani, janë të lehta për gjuhën, mirë po janë të rënda në peshore, pra në peshoren e veprave të ditën e gjykimit. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Kështu që njeriu duhet sa të ketë mundësi, mos neglizhoj veprat lehta, dhikri i lehtë, fjalë e lehtë, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim, alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, istighfari. Të gjitha këto janë shkaqe që njeriu t'i peshojë peshorja e tij, e të jetë prej të shpëtuarve. Këtu kemi një çështje, dhe ajo është se veprat e robërve, të cilat do të peshohen, Allahu subhanahu wa taala ka për t'i bërë trup. Vepra është diçka që i cilësohet robit. Pra njeriu e ka vepruar veprën, mirë po kjo nuk është diçka e prekshme. Thjesht se i cilësohet që filani ka vepruar këtë vepër. E megjithatë Allahu subhanahu wa taala atë ditë veprën ka për ta bërë trup. Do t'i japi një trup, një formë, dhe do të vendoset vepra në peshore. Urtësia e kësaj është, pra e peshores, është shfaqja e drejtësisë absolute të Allahut subhanahu wa taala, dhe që njerëzit mos të kenë kurfar argumenti para Allahut dhe të jenë peng të veprave të tyre. Allahu subhanahu wa taala nuk i bën padrejtësi. Sikur se do të peshohen veprat, do të peshohen edhe ashtu librat ose bloqet, pra, të veprave të njerëzve. Sikur se thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith, Allahu subhanahu wa taala ka për të shpëtu, apo ka për të
ka për të fal një person nga ummeti im, thot, midis gjithë krijesave ditën e Kiametit, do t'i peshoj atij 99 regjistrat, pra. 99 regjistra janë aq sa arrin shikimi i robit, pra me vepra të këqija. Pra një regjistër, domethënë, është aq sa arrin shikimi i robit. Dhe i thot Allahu subhanahu wa taala: a mohon diçka prej tyre? A të kanë bë padrejtësi me lajket të cilët i kanë shënuar këto veprat e tua? E i thot: jo, o Zoti im. I thot Allahu: a ke ndonjë justifikim? A ke ndonjë shkak, një arsye që të ta marrim llogari për të fal apo për të t'ja shkalu këto vepra? I thot: jo, o Zoti im. I thot Allahu subhanahu wa taala: bela, inna laka indana hasana fa innahu la dhulma alayka al-yawm. Ti tek ne, thot Allahu, ke një të mirë, dhe sot nuk do të bëhet padrejtësi. فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. Nxjerr Allahu subhanahu wa taala pastaj sjell një fletë në të cilën në të shkruhet shahadeti, pra dëshmia, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Edhe i thot: silli ta peshojmë, sillën peshore ta peshojmë. Edhe i thot: o Zoti im, çfarë ka kjo fletë, domethënë çfarë është kjo fletë para këtyre regjistrave të mëdhej? Allahu thot: innaka la tudhlam. Sot nuk do të bëhet padrejtësi. Dhe i vendosen këto regjistrat në një anë të peshores dhe kjo fletushka në anën tjetër, dhe peshon më shumë fletushka në të cilën ndodhej la ilaha illallah, pra shahadeti. Edhe thot profeti alayhi salatu wassalam: la yathqulu ma'a ismillahi shay. Nuk ka diçka më të rëndë pra që të peshoj më shumë se sa emri Allahut subhanahu wa ta'ala. Kanë thënë dietarët se gjendja e këtij personi është sepse ai e ka thënë këtë fjalë: ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh, me sinqeritet, para vdekjes tij. Më pas e gjeti vdekja pa pasur mundësi të pendohet për të gjithë ato gjunahe që ai ka bërë. Kështu që Allahu subhanahu wa taala, për t'i tregu që kjo e mirë, ky pendim që ti ke bë, ti anashkalon dhe ti largon dhe peshon më shumë ky pendim se sa të gjithë këto të këqija që ke bërë në jetën tënde. Sidoqoftë, dietarët janë ndarë në mendime për sa i përket gjërave të cilat do të peshohen në peshore. Tham që Allahu subhanahu wa taala veprat ka për t'i bërë, ka për t'i dhënë formë, ka për t'i dhënë një trup veprave. Gjithashtu ky hadith që përmendëm tregon që do të peshohen regjistrat. Dietarët kanë folur dhe janë ndarë në disa mendime për këtë fjalë. Edhe disa kanë thënë që argumentet më të shumta do të shojnë se ajo e cila do të peshohet janë veprat që Allahu ka për t'i bërë në formë, pra ka për t'i dhënë formë, ka për t'i dhënë trup. Disa argumente tjera tregojnë që do të peshohet njeriu, edhe disa argumente tjera, sikurse hadithi që përmendëm, tregon se do të peshohen regjistrat në cilën shkruhen veprat. Mirpo, një pjesë e mirë e dietarëve kanë thënë se origjina dhe argumentet e shumta janë që do të peshohen veprat e njeriut, të cilat Allahu ka për t'i dhënë formë dhe trup. Dhe rasti kur do të peshohet vetë njeriu ose regjistrat janë raste të veçanta, pasi Allahu xhelle fi ula bën çfarë të doj. Dhe me atë që do, Allahu peshon regjistrat e tij
e me dikë tjetër Allahu peshon vetë personin e kështu me radhë. Mirë po, veprat do të peshohen në një mënyrë apo në tjetrën. Pra do të peshohet qoftë me njeriu, qoftë me veprat e tij, qoftë me regjistrat e tij. Dhe nuk i bëhet njeriu të ditë pa drejtësi. Ai i cili peshorja e tij anon peshon me vepra të mira, ka shpëtuar, ndërsa ai i cili peshorja e tij nuk ka pesh, nuk i peshojnë veprat e mira, ai do të jetë i shkatruar, Allahu na ruaj. Vazhdon autori, Allahu mëshiroft thot: "Wa anna as-sirata haqqun yajuzuhu al-ibadu biqadri a'malihim fanajuna mutafawituna fi sur'ati an-najati alayhi min nari jahannam wa qaumun awbaqathum fiha a'maluhum." Dhe se sirati është hak, thot, do ta kalojnë atë robrit sipas veprave të tyre. Disa do të shpëtojnë, pra kaq për atyre që do janë shpëtuar, mirë po në shpejtësinë në cilën do ta kalojnë siratin ndahen në grupe. Pra dikush e kalon shpejt, ndërsa disa të tjerë e mbajnë apo e ndalojnë veprat e tij. Sirati është hak. Profeti sallallahu alaihi wasallam, pra siç e pohohet kjo në hadith, ka treguar se sirati është një urë e cila do të shtrihet, pra do të vendoset mbi xhehenem, tek ajo do të kalojnë muslimanët. Pasi idhujtarët ose kufarët do të hidhen në xhehenem me njëherë dhe nuk do të ketë për ato kalim në këtë sirat, po siratin do të kalojnë muslimanët për të arritur në xhennet dhe kanë për të kaluar në bazë veprave tyre. Prej tyre ka nga ato që do të kalojnë si vetëtima, prej tyre ka që do të kalojnë me shpejtësinë e erës, prej tyre ka që do të kalojnë, me thonë, duke u zvarritur. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, hadithin e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Ebu Huraira, thot që do të vendoset sirati mbi xhehenem. Dhe unë do të jem i pari që do ta kaloj, thot, prej profetëve bashkë me umetin e tij. Dhe atë ditë askush prej profetët nuk ka për të thënë gjë tjetër, vetëm askush prej krijesave nuk ka për të folë, do flasin vetëm profetët dhe do thonë Allahumma sallim sallim, o Allah, shpëto, shpëto. Dhe në xhehenem, thot, do të ketë ganxha që janë si gjembat e Sa'dan. Sa'dan është një bimë shkretir që ka gjemba, dhe thot që kjo, do të thënë, këto ganxhat do të jenë si gjembat e Sa'danit, vetëm se madhështinë apo përmasën e madhe që ajo do të ketë nuk e di vetëm se Allahu subhanahu wa taala. Ka për t'i kap njerëzit në bazë të veprave të tyre. Dikë ka për ta mbajt vepra e tij, ka për ta kap, ka për ta tërheq vepra e tij. E disa të tjerë do ta zëjnë gjembat, mund ta zëjnë gjembat, mund ta dëmtojnë, mirë po në fund ka për shpëtuar. Thot profeti alayhi salatu wassalam. Gjithashtu në hadithin e Abu Hurairas radhiyallahu anhuma tregon, do të vendoset amaneti dhe lidhja farefisnore në dy krahët e siratit. Kjo për shkak se amaneti dhe lidhja farefisnore ka një grad të madhe si vepra, Allahu i ka dhënë pesh, dhe do të vendosen dhe për çdo person që afrohet për të kaluar siratin, amaneti dhe lidhja farefisnore do të dëshmojnë ose për personin ose kundra tij. Pra ai i cili e ka mbajtur amanetin dhe lidhjen farefisnore, ato do të dëshmojnë për këtë person. Do të dëshmojnë që ky person i ka ruajtur amanetin dhe lidhjen farefisnore.
dhe e kundërta do thënë ky person nuk e ka ruajtur amanetin ose lidhjen farefisnore. Kështu që personi duhet të jetë i kujdesshëm në këto dy vepra. Dhe do të fillojnë njerëzit të kalojnë në sirat, sikur se tham, tregon profeti sallallahu alaihi wasallam që disa persona do të kalojnë si vëtëtima, disa sa hapen mbyll syt, disa me shpejtësinë e erës, disa sa fluturimi i zogut, disa me vrap, disa tjerë thot do të kalojnë si kali, pra kali kur hecën, disa tjerë do të kalojnë si personi që ka hypur në deve e kështu me radhë. Ka përmend profeti sallallahu alaihi wasallam, kanë ardhur në transmetime të gjitha këto që përmendëm. Dhe thot, unë do të jem duke qëndruar në një anë, pra aty në sirat duke kaluar, pra mbasi ka kaluar profeti sallallahu alaihi wasallam, pasi ai është i pari që ka për ta kaluar siratin, do të qëndroj në një anë dhe do thot Allahumma sallim sallim, o Allah, shpëto, shpëto. Do të bëj dua për umetin e tij alayhi salatu wassalam. E ka tregu profeti sallallahu alaihi wasallam cilësitë të siratit kur ka thënë se ai është i rrëshqitshëm, i holl, do thënë është i lëkundshëm. E ka përmend që do të ketë gjemba, do të ketë ganxha e kështu me radhë, të cilat do t'ja vështirësojnë robit sipas veprave të tyre. Edhe ato ganxhat janë urdhëruar të kapin persona të caktuar sipas veprave që ato kanë. Kështu që njeriu duhet kujdeset, të mundohet që veprat e tij të jenë sa më të mira dhe sa më e mirë të jetë vepra e robit, aq më dritë ka për të pasur për të kaluar në sirat. Pasi ajo ditë, ka thënë profeti alayhi salatu wassalam, do të jetë e errët. Dhe gjëja e vetme që ka për t'i dhënë dritë njeriu do të jenë veprat e tij. Kështu që sa më të mira të jenë veprat, aq më dritë dhe aq më lehtë ka për ta pas për ta kalu profeti për ta kalu muslimani urën e siratit. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymija, siratet, urat janë dy. Një sirat është në këtë dynja dhe sirati tjetër në ditën e kiametit. Sirati në këtë dynja është feja, suneti i profetit alayhi salatu wassalam, i cili dhe ai është i drejt, i holl, i rrëshqitshëm, pra duhet të ketë kujdes njeriu që të qëndrojë, të eci drejt në këtë rrugë, sepse me pak gjë mund të dali prej kësaj rruge. Nëse i qëndron me besnikëri siratit, sunetit profetit alayhi salatu wassalam në këtë botë, në dije dhe në vepër, Allahu ka për të dhënë sukses që të kalosh edhe siratin në botën tjetër. Allahu na mundsoft që të jetojmë me sunetin e profetit alayhi salatu wassalam e ta kalojmë siratin në botën tjetër me profetin sallallahu alaihi wasallam në formën më të mirë, pra sa më shpejt. Ta kalojmë këtë pa siklet. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.